E iniciuar nga Lëvizja Socialiste për Integrim që prej dhjetorit dhe më pas të përgatitur për 4 muaj me radhë, paketa fiskale për fasonët është prezantuar nga kryeministri Rama dhe kabineti i tij, duke parashtruar të gjithë përfitimet që ka ky biznes. Kjo është një industri e cila mbrohet me mishe me shpirt nga shteti dhe se çdo njëri prej jush është një partner strategjik i qeverisë për rritjen e punësimit dhe prandaj trajtimi duhet të jetë jo vetëm konform ligjit, por duhet të jetë dhe me dashamirësinë maksimale për t'i zgjidhur në kohë sa më të shpejt gjithë problemet që dalin rrugës. E si çdo sektor në Shqipëri dhe fasonët reflektojnë dy kokat e Shqiponjës, gjë që u evidentua nga kryeministri. Se ne kështu e kemi, kudo e kemi me dy koka Shqiponjën, një shoqat majtas, një djathtas, një që shef andej, një shef këtej, megjithëse juve nuk jeni ndarë për arsye politike, të dyja kokat e Shqiponjës kishin të njëjtat probleme, pothuajse të njëjtat kërkesa dhe pothuajse të njëjtat ide për ta zgjidhur. Kështu që nuk kuptohet pse duhet të jenë dy shoqata. Por kjo batutë nuk mbeti pa replikën therrse edhe të njërit nga përfaqësuesit e fasonëve. Unë besoj që dhe ju jeni të mirë kuptuar, sepse këtu përmendën kontributi i realizuesve, pra qeveria, kontributi i fasonit, pra industrisë tonë, i komunitetit tonë, por në fakt nuk u përmend grupi iniciator i kësaj pakete dhe mua më takon që të dërgoj përshëndetjet më të mira në emër të fasonistëve Shqipërisë dhe për atë grupin iniciator të LSI-së. Ka dhe fasoni dy koka dhe qeverisja apo majoranca dy koka. Por ama ka një zemër, një shpirt, një trup dhe një qëllim për të lëvizur përpara. Kjo është qeveria e Aleancës për Shqipërinë Europiane, kështu që bëjnë dhe ju një aleancë për Shqipërinë Europiane, pastaj mbajini dy shoqata, s'ka problem. Paketa fiskale e prezantuar nga qeveria ka zanafillën nga një iniciativë Lëvizje Socialiste për Integrim, në kohën kur bëheshin ndryshimet e taksave në dhjetor, dhe ka qenë kjo forcë politike, pjesë e mazhorancës, që e ka ndarë me këtë biznes çdo shqetësim të tyre për ta, reflektuar në këtë iniciativë ligjore, e cila synon të japë një tjetër dimension, jo vetëm ekspansionit të këtij biznesi, por edhe gjenerimin e punësimit në prodhimin e fasonerisë.